Temperaturat e larta kanë karakterizuar vendin dhe vetmja mënyrë për t'u shmangur atyre janë frekuentimi i plazheve dhe pishinave. Uji i pastër dhe i qarkullueshëm i pishinave i shtyn qytetarët t'u drejtohen më shumë atyre sesa Bregdetit. Të rinjt janë ata të cilët zgjedhin më shumë pishinat për të kaluar një ditë ndryshe. Ata u shprehen për televizionin Skampa se zgjedhin të frekuentojnë më shumë pishinat pasi e shohin si alternativën më të mirë për momentin. Gjithashtu një tjetër element është uji i pastër për shkak të filtrimit të tij. Pëlqen në më shumë se plazhet. Për higjienën çfarë mendon? Janë më të pastra? Për higjienën, edhe mund të jenë më të pastra. Frekuenton shpesh? Ja, me raste. Unë personalisht pëlqen më shumë pishina se plazhi, është më pastër, është më qetë, më rrallë. Me këtë vap që është edhe erdhëm për të kaluar një ditë relaksi. Duke qenë se Elbasani nuk ka det, është zgjidhja më e mirë kjo? Aktualisht për momentin, për punë momenti, ikin me vajzat edhe zgjidhen më thjesht. Kalohet shumë bukur këtu edhe më pëlqen lidhe me shoqërinë time. Frekuenton më shumë pishinat apo detin? Më shumë detin, po edhe pishinë vijnë vazhdimisht. Nga ana tjetër, ata që argëtohen më shumë janë fëmijët, të cilët shprehen se preferojnë më shumë pishinat se Bregdetin, pasi argëtohen më shumë. Më pëlqen shumë sepse më pëlqen uji. Ka ujë më të mirë se deti, kështu për mua. Vini shpesh? Vi. Më shumë frekuentoni pishinat apo detin? Më shumë pishinat. Pishinat vazhdojnë të mbeten destinacioni më i preferuar i qytetarëve si një ndër alternativat më të thjeshta dhe më të mira për të ndryshuar monotoninë e jetës së përditshme.